Shumë pyetje, as mujte me marri mac, as mujte me marri qen. Jo, nuk mujta, se deshta e kisha marr. Po kjo budalica këtu me shkua me ec qenin 3-4 herë në ditë, mac m'ja tërnua këtë pëljenet, a çka po i thoni ju, zollin. O, s'jam e marr. Dhe kështu, 2000 dvojl, në kafaz, une me hangër, jerën java pastrën shpin, ke krye pun. Po je makullajt për vetin, se bara në fundit stadin kur kush i hallin, që? Kjo është mirë. Marrë shumë mesazhe, Olta shko të ky lokali, Olta shko të ky restoranti, jo ande jo këte, po e di ku është problemi, dakor, ti kam parë. Gjitha mesazhet, restorantet që më keni sugjeruar, po futem po i shikoj etj. Dakor jam, por problemi është që ky është një qytet shumë i shumtuar dhe unë tani e vendosa, e vullosa, shifeni pak. Është një qytet që godinat nuk kanë pikë romanticiteti, nuk kanë vibe, nuk kanë shpirt, nuk... është një qytet depresiv, nuk e di, nuk më pëlqen fare, unë nuk do kthesha më kur me dëshirë, në Berlin nuk do kthesha kur. Ama dua të theksoj që për shembull München më pëlqen shumë, Düsseldorfi është shumë i mirë, Dresden më ka pëlqyer jashtëmase shumë si bukuri qyteti, Berlini është një nga qytetet më të shumtuara që unë kam vizituar dhe unë kam udhëtuar shumë. Por, ama e di që është qytet festash, qytet festash. Jetë e malit. Kom dërmend që të transferim të shtëpis me bo gjatë muajit shetë Ramazanit. Goca shumë për ju më pyesin vazhdimisht lidhje me lëkurën dhe sot do t'ju tregoj se cila është maska që po përdor për momentin, meqense më pëlqen shumë dhe është pikërisht kjo. Maska me lavandër e Elemis, që më qetëson direkt sado ta kem të irrituar, të lodhur, stresuar, pa gjumë etj. Kjo, kështu, të cilën unë e aplikoj kaca ditë pothuajse çdo darkë, një natë po një natë jo, dhe ma lë lëkurën tërësisht të butë dhe të rigjeneruar. E lë 15 minuta, mbasi e lë 15 minuta, evitoj normalisht sytë edhe pjesën afër buzëve. Pastaj përdor një produkt tjetër i cili ka 2 faza që do t'ju tregoj pastaj. Dhe pas maskës, do filloj me fazën e parë, peeling nga Elemis, që shërben si eksfoliant për lëkurën, bëhet 15 minuta dhe pastaj e lë gatit pastër akull për fazën e dytë, që është faza reset, që e ushqen lëkurën si serum dhe i jep shkëlqim dhe rinin që duam. Dhe pastaj ja fuzim gjumin. Good night. Unë jam pak kështu si e ludhur nga jeta në fakt, jam mësuar që në 3:30 të mëngjesit, jam pa gjumë, kemi ardhur në Bologna, për gjëra shumë bukura të min, kështu që mezi po pres të ndaj edhe me ju.